Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për situatën politike atje në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ku shqiptarët e Kosovës do të numërojnë votat edhe natën e ndërimit të viteve, për shkak të krizës politike që vazhdon prej pothuajse një viti që po bëhet, pra me fillim të vitit të ardhshëm. Për diskutuar për situatën politike atje dhe për gjithçka tjetër, do të flasim me zotin Adem Grabovci, një personazh mjaft i njohur për kontributin e tij para dhe pas luftës, deputet i PDK-s, kryetar grupi, themelues i UÇK-s, pra një nga themeluesit, koordinatar i shtabit përgjithshëm të UÇK-s, pajtues zgjaquesh, por edhe me shumë poste dhe pozita të tjera, ministër e të tjera. Zoti Grabovci, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje për ju, për gjithë teleshikuesit dhe faleminderit për kënaqësinë që po më shkaktoni të komunikoj në veçanti me qytetarët e nënës Shqipëri. Ju faleminderit ju. Zoti Grabovci, një moment mjaft i rëndësishëm për Kosovën. Mendon që nga për ta nisur këtë bisedë, kriza politike, zhvillimet brenda PDK-s shumë të vrrullshme, apo atë që po ndodh në Hag, që është fundi i procesit? Spore unë edhe njerë ju falenderoj gjithëve, rrethonat në për cilat po kalojmë Kosova dhe në përgjithësi do të kombi shqiptar, ashtu si që ke ndëgju ju, unë dhe të gjithë, po si që thot realiteti, vërtet unë do të quaj dhe do të pajtohem fuqishëm se është shekulli i shqiptarve. Asë njëherë kombi ynë nuk ka qenë në pozitë më të mirë se sa që është sot, por njëkohësisht unë do të quaj edhe asë njëherë nuk kem qenë më të rrezikum se sa jemi sot. Kur e them këtë, e kam parasysh të arriturat që kem, apo sukseset që kem korë në Kosovë, duke i pas parasysh sfidat me cilat jem përballë, të kaluarën tonë, aq sa të dhimbshme, por njëkohësisht tepër krenare, që disa gjenerata janë fliju dhe kanë shku në amshim në munges të shijimit të realitetit, të suksesit apo rezultatet të vujtjet, sakrificave dhe të përpjekjeve të tyre. Unë do të quaj veten me fat se kom pas fatin, derën dhe kënaqësinë të jetoj këtë kohë, të shijoj frytet e përpjekjeve të shumë gjeneratave, gjenerat pas gjenerate, por njëkohësisht edhe të gjeneratës sime, të jemi bartës të procese të mëdha historike në për cilat ka ndodhur vendi ynë, dhe mbi gjitha të jemi ata që kemi kurorzuar me sukses të plot të gjitha ato përpjekje, pra me formimin e ushtrisë shlemtare të Kosovës, me luftën e cila nuk ka qenë dëshirë e jona, përkundrazi nuk e besoj një qytetar kudo qoftë ai në botë që dëshiron luftën, sepse lufta ka vetëm dhimbje, shkakton vdekje, humbja e miqve, bashkëpunëtorëve, shokëve të afërm, absolutisht është shumë e dhimbshme. Por sidoqoftë, kjo me gjitha të këqija që e ka të mirën më të madhe, që të sjell lirinë. Prandaj unë du që në fillim të theksoj se ne absolutisht nuk e kem desht luftën, lufta na është imponu, por njëkohësisht e them me përgjegjësi të plot, bindjen time që në fillim, kur kem mendu edhe gjatë përpjekjeve para luftës, para përgatitjen e luftën, sepse prapë them një të vërtetë të madhe se kemi qenë të vetëdijshëm, se në fundit pa luftë nuk do të kem mundësi me u shkput nga pushteti gjakatar apo pushtuesi gjakatar serb. Dhe këtë e ka dëshmu historia. Ne kemi qenë të vetëdijshëm dhe kemi njoft mirë forcën politike ushtarake të Serbisë, që ka qenë një nga superfuqitë në Ballkan edhe më gjerë. Dhe kem qenë po ashtu të vetëdijshëm se ne nuk do të kemi mundësi ta mundim Serbinë me kalashnikovët tonë, me armët të sjellra, me shpinë duke i bajt bjeshkve, duke i kalu me kilometrat e tona, me orët e tona të udhëtimit, duke i pas parasysh pengesat, rreziqet dhe
po ashtu edhe me mushka, megjithatë, ne kemi qenë të vendosur, kemi qenë të bindur se ne jemi në të drejtën tonë, në të drejtën e popullit tonë, në të drejtën e Zotit, dhe ajo ka qenë fuqia më e madhe e jona. Dhe krejt angazhimi i ynë ka qenë edhe para lufte, edhe gjatë lufte, por gjithsesi edhe pas lufte, kemi qenë vetëdijshëm se ne duhet të kryjmë punën tonë, apo që thot populli ta bëjmë argatin, pastaj të kërkojmë ndihmë. Qëllimi ka qenë me fitu simpatin, besimin e aleatëve tonë, që une e them me krenari shumë të madhe, me kënaqësi shumë të madhe, suksesi më i madh i yni ka qenë atëherë kur takimet e para me përfaqësues e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Bashkimit Evropian, kur ne kemi arritë suksesin, t'i bindim ata se na jemi në të drejtën tonë, dhe na përkrahin luftën tonë, ne atë që ditën e parë, pas takimit e parë, ne kem pa se po shëndrisin në fund të tunelit, i kem pa dritat e gjelbërta, se po na hapet rruga e jonë e çlirimit, rruga e perspektivës dhe e triumfit. Prandaj me këtë duhet të them se ne kemi punu me ngulm për ta fitu atë besim. Atë besim që e kemi fitu, unë e them, kur t'i përmendim emrin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, është bindje e imja shpirtënore, se është vendi i shenjtë. Dhe thot populli se kur përmendet një vend i shenjtë, duhet të lëvizim nga vendi. Dhe unë po them se kur përmendet emri i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kontributi i jonë, mbështetja e tyre për ne duhet të lëvizim nga vendi. Dhe këto raporte, këtë partneritet, ne kemi qenë të përcaktuar që ta vazhdojmë, ta thellojmë, të bashkëpunojmë dhe të fitojmë sa më shumë nga përvoja e aleatëve tonë. Zoti Karbosi, me që e nisim tek pjesa e luftës, por edhe për të vajtur më pas tek aktualiteti me pas të raportet me aleat, të lutem për sa i përket asaj që po ndodh në Hag. A mendoni që dëshmit që dhanë së fundmi amerikanët, edhe sidomos Vesi Clark, por edhe të tjerët, mund ta ndryshojnë dhe rrjedhën e historisë në raport me atë që deklaruan për zotin Thaçi, pra që nuk ka qenë ai komandanti. Tani, si ka qenë në gjykimin tuaj, ka pas një komandant apo jo, ka drejtuar Thaçi? Po aty u përmend Adem Demaçi që në një pjesë të rasteve ndoshta sikur tentua t'ia linin atij përgjegjësinë. Pra ju çfarë mendimi keni? Si ka qenë? A ka pas xhira apo jo? Shiqa, spari gjykatën e Hagës nuk ka ndodhur rastisht. Tashmë është përfaqësi kur është votuar. Pikrisht. Dhe asnjë veprim ne nuk e kemi bë ad hoc aty për aty, po të analizuar thellë, duke vlerësuar se kjo vot, kjo keqe që po e votojmë, është më e dobishme për interesin e qytetarëve të Kosovës apo për individet. Ne asnjëherë, as Hashim Thaçi, asnjë prej bashkëluftare nuk e kemi qitë në radhë të parë interesin personal, grupor, shoqëror, por e kemi qitë interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne e kemi të qartë edhe ju dhe unë dhe gjithë ata që duan të vlerësojnë dhe gjykojnë drejt, se atje ka ndodhur një raport, ka ndodhur një vendim nga një pamflet, po e quaj propagandistik, të hartuar nga Dick Marty, është shndruar në një dokument juridik, cili duhet ka qëndash të jepet një epilog. Ne kemi pas aty akuza që janë të tmerrshme. Vetëm i menu, ne e them me përgjegjësi plot, qoftë Hashim Thaçi, qoftë çdo bashkëluftari imi, vetëm i mendu ato gjëra që janë shkruar në atë raport, kanë qenë të tmerrshme. Ato kanë qenë të papranueshme, për ne kemi qenë thellësisht të bindur se ato janë të paqëndrueshme dhe kemi qenë shumë të vetëdijshëm se ne duhet të përballemi me atë akuzë të shpifur që tashmë është krijesë apo sajesë e shërbimit serb të udhës, si që themi ne këtu, dhe shërbimit sekret rus, për ta demonizu luftën tonë, për ta degradu luftën tonë, për t'i godit figurat e ndryshme të historisë më të re të Kosovës. Prandaj ne kemi ardhur në përfundim se ne dhe kemi treguar gatishmërinë se jemi të përballur dhe të dëshmojmë mbi të vërtetën se çka ka ndodhur në Kosovë. Fatkeqësisht
disa shpirt prishur kanë shpifur kundër luftës së ushtrisë çlimtare të Kosovës. Kanë trillu gjërat të paqena për interesat e tyre shumë të ngushta, me duke harru se ushtria çlimtare e Kosovës nuk i takon vetëm një grupimi, nuk i takon emrat të përveçëm siç është qoftë Adem Graboci, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli e të tjerë, po është një vlerë kombëtare dhe them me kënaqësi të plot dhe me sigurinë më të madhe se për herë të parë populli ynë ka zhvilluar luftra, po për herë të parë ne kemi arritur që nën flamurin e ushtrisë çlimtare të Kosovës ta zhvillojmë një luftë, ta kemi një mobilizim të nivelit kombëtar, që në atë luftë janë përfshi të gjithë djemtë më të mirë vullnetar nga të gjitha trojet shqiptare dhe të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre. Pra, mbrojtje si po bën Thaçi, mund t'i heqë pjesë të meritave. E meritat të zotit Thaçi në mënyrë absolute askush nuk mund t'ja heqë, sepse historia njeh figurat qendrore gjatë rrugtimit. Historia e popullit shqiptar, Hashim Thaçi nuk është ai që e shkruan historinë, po Hashim Thaçi me shokët e vet e ka bën historinë. Prandaj ajo është e pashëndruar. I falë se po kem ndërhyrje. Prandaj ajo është e pandryshueshme. Fatkeqësi do ta quaja une kur ne lejojmë që apo ka nevojë vazhdimisht që figurat qendrore të popullit ton dalin dhe ta thojnë të vërtetën miqtë ton, aleat ton, si në rastin konkret që ishin përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë qenë pjesë e pandashme dhe njohësit më të mirë të realitetit të ushtrisë çlimtare të Kosovës, ata e kanë ditë shumë mirë se çka do të thotë një organizim vullnetar. Gjatë organizimit të ushtrisë çlimtare të Kosovës, ne kemi bërë përpjekje që të paraqitim vërtet ashtu siç e thanë, e dëshmuan edhe në hap, Qok, zoti Rubin, Clark dhe të tjerët, absolutisht ne kemi arritë suksesshëm që të prezantojmë para tyre se jemi një forcë. Mirë po për ta ka qenë shumë e qartë se bashkimi jon, lufta jon, ka qenë luftë vullnetare. Kur e them këtë, e kam parasysh se nuk kem pas aparat shtetnor, nuk kem pas ligje dhe organe të cilat kërkojnë edhe përgjegjësi. Në rastin ton, çdo gjë ka qenë mbi bazën e vullnetit. Dhe kjo ne kem pas raste, kem përjetu gjithë, kur ka desht, na u ka bashkangjit, kur ka pas vullnetin, ajo është largu dhe ne nuk kem pas të drejtë të marrim as të një mos ndaj askujt. Prandaj, unë e them me bindje të plot se ky proces i montuar, qëllim keq, çka vjen prej Serbia ne absolutisht nuk na befason. Ju e dini të gjithë se disa prej aktorëve atje janë të dënuar nga shteti shovenist serb, dhe ajo ne nuk na befason as pak. Nuk kem prit dhe nuk presim kur mbështetje nga Rusia, e cila është mbështetja më e madhe ushqyese e Serbisë. Po megjithatë në botën e kem besim të fuqishëm tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi mbështet gjatë luftës, jemi mbështet pas luftës, jemi mbështet edhe në momentet kur ka qenë votimi i kësaj gjykate, krijimi i kësaj gjykate, dhe unë shpresoj dhe besoj fuqishëm tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do ta luajnë rolin e tyre që vërtet të ketë drejtësi, të ketë një epilog të drejtë, korrekt dhe argumentues. Dhe argumentet më të fuqishme se i kanë dhënë dëshmitarët e fundit të mbrojtjes absolutisht nuk mund ketë askund në botë. Dhe unë e pres që së shpejti Hashim Thaçi dhe të tjerët t'i bashkohen spari familjeve të tyre, që ungojnë shumë, t'i bashkohen bashkë kombazëve të vet, t'i bashkohen Kosovës për të cilët Kosova ka nevojë më tepër se kur do herë
për ta sot. Ndoshta për t'ju bashkuar më pas edhe PDK-s. Tani kemi një rikthim tuaj pas përfundimit të proceseve të nisura disa vite më parë, të njohura edhe për publikun, duket sikur me Bedri Hamzën në krye të PDK-s, tani po i bashkon flukset. Në Kosovë ju ishit aty pajtuesi më i mirë, por erdhi megjithatë Ali Ahmeti nga Maqedonia për të pajtuar Samin dhe Ramiz Ladrosin, por si është situata edhe në një sy të përgjithshëm, ju do të shkonit në betejë si shef grupi me atë grup që ka aktualisht PDK-ja, apo ka nevojë akoma për ndryshime të thella, akoma për flukse të tjera, ndoshta Fatmir Limaj, që mundet të ketë një shkëputje apo po e merr LDK-ja, pra si keni parë gjithë panoramën? Është të vërtet se Partia Demokratike është përballur me sfida jashtëzakonisht, me goditje të jashtëzakonshme, dhe duke falënderuar punës që është bërë në të kaluarën, atë që e ka trashëgimia që nga e kaluara Partia Demokratike është përballë suksesshëm me çujun edhe me këto sfida. Unë e kam theksu jo rallëherë se Partia Demokratike e Kosovës e ka një potencial të jashtëzakonshëm në brendin e vet. Fatkeqësisht kohëve të fundit është po e quajë në kushtimisht si potencial të fjetur, që pret dorën e dikuj, ftesën nga dikush, ai duhet jetë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë besoj fuqishëm se për rrethonat aktuale, njeriu më i qelluar, më adekuat është Bedri Hamza, i cili gëzon një mbështetje të jashtëzakonshme, jo vetëm në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por shumë më gjerë, duke i falënderuar autoritetit tina të fituar me punë, me angazhim, me sakrifica dhe mbi gjitha me sukseset e treguara, me vepra. Autoritetin askush, askujt nuk mund të ja falë. Unë ju si mik, si dashamir, këtë gjaket që kam mund në çdo kohë t'ja dhuroj. Po autoritetin tim që e kam të fituar ndër vite, me shumë mund, me shumë sakrifica, me shumë përplase, shumë rreziqe, nuk mund t'ja dhuroj. Ky fitohet. Prandaj Bedri Hamza e ka një autoritet të tillë, ka aftësitë komunikuese për të cilat ka nevojë Partia Demokratike dhe leadershipi i Partisë Demokratike, për një njeri që komunikon, i parafron të gjitha rrymat, nëse mund t'i quaj kushtimisht, që nuk do të lejoj ndarjet tona të rrezikshme që kanë filluar ndarjet, lutem, vetë ta përfundoj. Ndarjet që kanë filluar janë prezente këtu te ne edhe në mosh. Absolutisht Partia Demokratike, partia nuk njeh mosh. Partia Demokratike duhet jetë apo një parti cila do të qoftë ajo që don me qenë prosperuese, don me ecë përpara. Ajo duhet i bashkoj të gjitha gjeneratat. Askush nuk mund të jetë i tepërt në Partinë Demokratike dhe në një parti serioze. Prandaj unë kam besim të fuqishëm se një gjë e tillë do të ndodhë. Suksesin e parë Bedri Hamza e ka treguar në rastin e Ramiz Ladrosit dhe të Samir Lushtakut dhe të tjerë që janë. A mund të ngjitet buka e thyer apo është një ngjitje mekanike? Nga njëherë buka e thyrë, kur thehet po ngjitet mirë, ajo do të jetë shumë më e fortë, shumë më e qëndrueshme se sa ajo që gatuhet themi ne e freskët. Ju keni marrë ftesë për të qenë pjesë e listave? Sa i përket listave, nuk kam dëshirë fort të bisedoj. Për mua nuk ka peshë shumë individi e aq më tepër në veten e parë. Adem Graboci do të jetë i gatshëm të jap kontributin e vet në çdo kohë, në çdo moment, jo për Partinë Demokratike, po për proceset, sepse ne jemi në një udhkryq, se Kosova sot është në një gjendje më të rëndë se ka qenë çdo herë. Ne të gjithë, edhe ju andej, edhe ne këndej, e kem gojën plot integrim. Po para integrimeve euroatlantike, të cilat janë shumë të rëndësishme, janë të domosdoshme për të siguruar perspektivë, për të siguruar zhvillim, për të siguruar sigurinë. Po megjithatë
para se të ndodhin integrimet euroatlantike në Bashkimin Evropian, NATO e të tjera, ne duhet punojmë, të luftojmë, të angazhohem dhe të punojmë për integrimet tona brenda kombëtare, që sot skena politike kombëtare është më e fragmentuar se çdo herë dhe është në pikën më të ulët të unifikimit. Unë do të kisha dëshirë që të flisja me orë të tëra me ju dhe faleminderit që ju më dhat mundësinë, po për qëndruar brenda kohës që ne ram dakord sepse ju keni angazhimet tuaja, ndoshta mund të ma thuash edhe me një fjali për ta mbyllur pa ju marrë shumë kohë. Pse e lat Albin Kurtin që të arrin deri këtu? Shqo, unë po shërbej me një thënie që e njeh edhe ju edhe të gjithë, se mund të mashtrosh një popull për një kohë, po mund të mashtrosh tërë një popull për një kohë, po kurse si për tërë kohën. Albin Kurti e ka luajt rolin e një të pandershmi, të paftyri, pa moralshmi, sepse ka mashtru, ka luajt me ndjenjat zakonisht të rinis kosovare, për të arrit qëllimet e veta, jo për shtet, po për pushtet, dhe fatkeqësisht ne i kemi 5 vite po i quaj të humbura, që kanë sjell dome të jashtëzakonshme Kosovës dhe do të na duhet shumë kohë për të riparu ato dome, ato pasojat të politikës jo të mençur, jo të drejtë të Albin Kurtit, dhe ku e them këtë e kam parasysh se Kosova asnjëherë ne që të fitojmë miq, të krijojmë partner, dhe sot Kosova e ka humb apo i ka lëviz raportet me partnerin ton më të rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemë detyruar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të sankcionojnë Kosovën. Kemi arrit si sukses i politikës së çmendur të Albin Kurtit, kemi izolimin e Kosovës dhe sot Kosova është më izoluar se çdo herë. Nëse flasim në sferën e zhvillimit ekonomik, Kosova nuk ka qenë asnjëherë më rrezikuar ekonomikisht se sa është sot, pa asnjë rrugë shprese, pa asnjë rrugë perspektive. Prandaj, zoti Hamza, jam i bindur se për gjitha këto është shumë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që do ta merr dhe do t'i hap rrugën e perspektives të zhvillimit, të miqësisë dhe të aderimit atje ku kemi ne misionin ton të shenjtë, të jemi pjesë e pandashme e Bashkimit Evropian, e NATO-s dhe gjitha strukturat tjera euroatlantike, dhe atje në Bashkimin Evropian ne ta realizojmë edhe ëndrrën tonë të kahmotshëm të bashkimit tonë kombëtar. Mbyllje më të mirë nuk ishte. Unë të falenderoj shumë për mundësinë që më dha. Faleminderit juve. Ju uroj më të mira, zoti Kraposi. Shumë faleminderit.